Deputeti i Partisë Socialiste dhe ish kryetari i Bashkisë së Tepelenës Tërmet Peçi u paraqit këtë të marrë në prokurorinë e posaçme SPAK. Ligjvënësi dhe ish kryebashkiaku qëndroi në ambientet e SPAK për gati një orë, përpara se të largohej i shoqëruar nga oficer të Byros Kombëtare të Hetimit. Përballë interesit të medias, Peçi nuk pranoi të jepte detaje mbi arsyeën e thirrjes apo deklarimet e tij para prokurorëve, por të vetmet aludime dha përmes një mesazhi të drejtuar politikanit rival. Fondet i partit zoti Peçi. Çfarë mos të ndalje? Je më mirë deputet apo kryebashkiak? Të fal Aristanit. Mesazh ironik nënkupton se Peçi mund të jetë pyetur në lidhje me një kallëzim të depozituar në SPAK nga Arben Ristani mbi dyshimet për shpërdorim të fondeve i part, gjatë kohës që ai drejtonte Bashkinë e Tepelenës. Një tjetër verifikim mësoi se ka të bëjë me tenderat e zhvilluara në atë periudhë, çështjet e denoncuara po nga Ristani kur kandidonte në qarkun e Gjirokastrës si përfaqësues i Partisë Demokratike. SPAK ndërkohë kanë konfirmuar se po kryen hetime të thelluara për dyshime mbi abuzime me fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë të dhëna përmes programit i PARD.